parasha si një narrativ të re, cila... Për ta mos pranuar rezultatin, a? Mos e pranuar rezultatin. Arbresh? Për dallim prej vullnetit, unë mendoj që ka qenë e konvenueshme për partinë atë në pushtet, në shkuarje, qeverinë kujdestare etj. Është bërë shumë zhurmë për këtë datën dhe është pikërisht është e papërshtatshme, jemi në prag fund vitit, jemi në prag festash, dhe misionet që i kemi ndërkombëtare, ju i thatë edhe vetë që mund të mos qenë nga koha e Krishtlindjes, aq më tepër na ndajnë 3 ditë nga përfundimi i vitit. Një proces normal. Gjithashtu edhe me ditën janë pushime. Po sigurisht, po një proces normal dhe mërgata është neve na vjen dhe ata me padyrim, po e presin ardhin e tyre për të votuar me 28-in. Pra, një pjesë e mërgatës e shet se mirë se ardhur këtë datë për shkak që ata vinë këtu dhe kanë mundësi ta ventojnë vetëvendosje. Okej, pas ka 28 korriku. Po, se për ne vinë këtë diaspora, ama për vitri... Se nuk vinë jo pjesa dërmuese vjen vullnet. Une nuk e di nëse... Krasu me numrin aty në që vinë gjatë verës. Prapse prap, është një përfitus, është një indikacion që mund me përfitu... Për 14 shkurtin kishin ardhur. Kujdestare. Për gjambaj gjithë me 14 shkurt kanë qenë këtu. Po, ama qëre, kjo votusit e vetëvendosis janë që se votus pak të flak që edhe nëse i len Kosovë, edhe nëse i len Kofe, edhe nëse i len dikon tjetër, ata kanë me gjithë një mënyrë për me shku me votu. Po, veç kjo është me e përshtatshme. është të afru një hapësir me e përshtatshme, një dohet me e përshtatshme. Projekcion për një votus... është, sa ata thonë që na jemi këto dhe meze po e presim ta bëjmë atë. Jënë matë në zetë se na me votu këto që jetuar që na pas një vizëvor. Bite gjitha unë e përshar rezikon e parë, që për herë të parë, mos me unë jof një rezultat zgjedhor, gjë që kish me prish që të farë klimin demokratike që na kena kriju me organizimin e zgjedhjeve shumë të mira të pranuar ndërkombëtarisht. Ka më qelë gjatë rrugës kjo fronti tjetër i debatit dhe i mundësisë se pranimit rezultatit... Ka dikush interes mos me u pranu? Rezultati? Po, kush ka interes? Unë e mendoj që partia që mas pakti ka me pranu këtë rezultat është PDK-ja. Po. Sidomos nëse e shohim rrezikun për LDK-s e cila me koalicionin nëse bën me Limajt, ka me dalje parë, e dyta. Tash, me